Si me pas parasysh që para adhurimeve mi bashku frikën dhe shpresën dhe dashurinë. Pasi unë çdo vepër që e bëj vetëm me frikë. Veç këta kam parasysh, të tjera s'më kujtohen para veprave. Kjo që e bën vetëm me frikë është si rezultati i vezvesëve, se do thonë kjo është njëjti pyet që tha më lart kanë vezvese. Tonë ata që janë sprovuar vezvese, ata gjithmonë i dhojnë përparësi më shumë frikës. Edhe më shumë kanë frikë se sa shpresë në Allah. Kjo nuk lejohet. Për këtë arsye edhe do thotë bin prerje vezveseve, ose i dëgjojnë vezveset, nga se gjithmonë kanë frikë mos nuk u pranohet namazi, mos bëna diçka gabim, qysh i dal Allahut përpara e kështu me radhë. Kjo vjen si rezultat i vezvesës ose dëgjimit apo bindjes së shejtanit kur ti sjell to vezvese. Prandaj për ata që janë sprovuar me vezvese do të me dëgju më shumë ligjërata që flasin për mëshirën e Allahut, që me shtu pra shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa besimtari, pra siç kemi thënë, çdo adhurim që e bën do të mi bëj bashkë këto tre gjëra. Po çdo adhurim bazohet në këto tre shtylla. Me bëj me shpresë, kuptimin që Allah e pranon adhurimin ton, qase Allah është pra i mirë, Allah subhanahu taala, domthon dëgjon, Allah sheh, na sheh duke bërë këtë adhurim, na i dëgjon këto fjalë, i din njetin ton që po e bëjna për Allahun. Edhe Allah subhanahu taala i pranon adhurimet tona, na shpërblen për to, nga se është falëndërues, është mirënjohës e kështu me radhë. Po me pas shpresë, po kur nuk do të besimtari me pas mendim të keq për Allahun që Allah nuk na i pranon adhurimet tona. Kjo është mendim i keq për Allahun që është i ndaluar. Edhe është humbje shpresës në mëshirën e Allahut, edhe në ndihmën apo mirësinë e Allahut. Mirë, po në anën tjetër besimtari ka frikë se mos këtë adhurim mos po kam ndaj mangësi, mos nuk e bëj ç'është dohet. Edhe mos faja mos nuk po pranohet. Kjo është qëllimi, po ç'është më bë bashkë mes frikës edhe shpresës. Domthonë frika gjithmonë do të më qenë nga ana jote, jo nga ana e Allahut, ose në raport me Allahun. Mirë, po nga ana jote. Mos domthonë nuk nuk po bëj ç'është dohet, ose po kam ndaj defekt, ose nuk po e bëj sinqerisht e kështu me radhë. Edhe gjithashtu, pra, ajo që është më kryesore në këtë rast është me adhuru Allahun me dashuri. Pra, me adhuru pse e dojnë Allahun. Allah është ai i cili na ka kriju, Allah është ai i cili na ka udhëzu, edhe për shkak se na ka dhënë çdo të mirë që e kemi, edhe na ka dhënë të mirën më të madhe, pra Islamin, udhëzimin, dhe për këtë arsye pra ne me dashurinë më të madhe, me mallin më të madh e adhuroj Allahun, e kryj namazin, për shembull agjërimin e kështu me radhë.